Të rrezikshme është, si s'është rrezikshme. Ka lojtër atë. Ti s'bie dielli, shkon e kanë ti bëjnë shurrën atje, pe çaj po I bëjnë ata. Edhe nga një çik zik shumë nga lartë. I vallën i kur. Shurrën ti bëjnë thoj, shurrën. Miru pafsh. Po kurse këtë Rrugë e rrezikuar. e bëni shpesh si rrugë? Të them që nuk ka më skandal rrugë. Keni kaluar shpesh? Po. Por është bearit edhe mund të jetë, për shembull që mund të kesh si thua edhe qe për të kaluar, po tani jo. po nga se ndjen rrezikuar punimet e dobta apo punimet dobta dhe shumë kthesa. Nga gurët që bien. Edhe nga gurët që je I rrezikuar që mund të bien nga çasti në çast. Shumë faleminderit. Të rrezikshme është, si s'është rrezikshme. Ka lojtër atë. Ti s'bie dielli, shkon e kanë ti bëjnë shurrën atje, pe çaj po I bëjnë ata. Edhe nga një çik zik shumë nga lartë. I vallën i kur. Shurrën ti bëjnë thoj, shurrën. Miru pafsh. Sa rrezikshme sa duash. Vini shpesh, kaloni shpesh. Kaloni shpesh? Jo, është raport. Kalivaçi. Sa problem është kjo rruga Problemi ka sa të duash, ata e kanë bërë jashtë standardeve rrugën. Shumë me kthesa, shumë që është rrugë vdekje prurse për njerëzit. Ju I keni parë edhe problematika Po ne jemi ngritur edhe në protestë, aty se na kanë duan të na bllokojnë, fshati ka hyrje dhe dalje. Ata nuk kanë lënë për këtë punë. E keni marrë vesh edhe që ka pasur çedime dhe ka pasur plasaritje. Po. Atje në fshatin Malinë e pash edhe në telefon, atje njëri e bën ata për së dyti, ajo ka plasaritur rruga. Në Trebinj po ashtu. Këtë nga Armenji, ajo ushem rruga, si 10 ditë, 15 ditë e bllokuar. Sa problem është për ju që kaloni me mjetet tuaja? Shumë problem, nuk ka fush pamje. Ti ajo ka bërë skabatën kështu. Ku të shohun bie guri që atë lapin makinët. Jeni të rrezikuar? Po, shumë të rrezikuar. Po. Bravo.
Bravo.